Guangzhou e ka nisur këtë sezon të ri në Kore dhe rezultatet janë shumë pozitive për këtë skuadër. Yasir Hasani i ka nisur gjithmonë ndeshjet si titullar, por padyshim arritja më e madhe e kësaj skuadre dhe kryesisht e futbollistit shqiptar Champions Liga e Aziz. Atje Hasani ka shënuar 9 gola, duke mbajtur kreun e listës së golashënuesve, ndërsa pas tij vijnë emra të njohur si Mahrez apo Cristiano Ronaldo. Në fazën me eliminim direkt, Guangzhou do të përballet me ekipin që lufton për titull në Arabinë Saudite, Al Hilalin, atje ku luan Koulibaly, Milinković-Savić dhe Mitrović. Ndërkohë, në sajt e golave fantastik që Yasir Hasani ka shënuar në Champions League, është kthyer në një idhull për tifozët e Guangzhou. Në një video të fundit, shihet se disa tifozë të Guangzhou e kanë takuar Yasir Hasanin jashtë stadiumit. Ata ka kërkuar një fotografi nga sulmuesi shqiptar, por nuk janë dalur vetëm me kaq. 3 prej tyre janë ulur në gjunjë futbollistit ton, duke ju përullur për emocionet që i ka dhënë dhe golat e bukur që ka bërë nga distanca. Madje një tifoz është ulur sërish në tokë, duke fshirë të majtën e Yasir Hasanit për të krijuar një moment që shkaktoi pak hilaritet, pasi është pikërisht e majta e tij që i ka ndihmuar jo pak në këtë sezon. Më pas ishin 2 fëmijë të vegjël që duke parë autografet që po kërkonin të tjerë nga lojtari Guangzhou, janë afruar lojtarit shqiptar për të pasur edhe ata një moment të bukur dhe një kujtim me të, një sjellje profesionale edhe nga ana lojtarit shqiptar, që nuk ka lënë askënd të pakënaqur dhe i ka plotësuar dëshirat çdo tifozi që ishte i pranishëm aty për të kërkuar një autograf prej tij. Hasan, let's go. 조비 화이팅! 아빠가 재밌어.